Jemi në pjesën tjetër të mesditës, gjatë kësaj pjesë do flasim për zhvillimet e reja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa i përket migracionit dhe shtetësisë amerikane. Presidenti Donald Trump së fundmi raportohet se ka firmosur 2 urdhra ekzekutiv që synojnë kufizimin e të ashtuquajturit turizëm i lindjes. Ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në anën tjetër po vazhdon të paralajmëron edhe reforma të reja në ligjin për migracion dhe shtetësinë. Çfarë ndryshime shpriten dhe si mund të indikoj kjo më pas emigrantët dhe familje që synojnë të marrin shtetësinë amerikane? Gjitha këto do i diskutojmë bashkë me gazetarin i cili gjendet në Amerikë, zotrin Lulzim Mulliqi. Përshëndetje, zotrin Mulliqi. Përshëndetje, zotri Blendi juve në studio, përshëndetje për të gjithë audiencën e televizionit TV1. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve për kohën. Fillimisht sot qëndrojnë raportimet për këta 2 urdhra të nënshkruara nga presidenti Trump që prekin direkt emigracionin dhe kanë të bëjnë me të ashtuquajturën turizëm i lindjes. Dhe për ta qartësuar ndoshta edhe më mirë për shikuesit, çfarë është ky turizmi i lindjes? Po, zotri Blendi, se dihet, presidenti Donald Trump edhe gjatë mandatit të tij presidencial pra nga vitin 2016 deri në vitin 2020, kishte paralajmëruar reforma të thella në ligjin e migracionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përveç ndërhyrjeve të cilat presidenti Trump i bën shpesh në politikën e jashtme amerikane, presidenti Trump pra këtë ka bërë një ndërhyrje edhe në fushën e legjislacionit apo të juridikcionit amerikan. Pra pikërisht këtë ditë presidenti amerikan ka ndërmarrë një përpjekje të re për të kufizuar të ashtuquajturën shtetësi me lindje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka bërë këtë duke nënshkruar pra 2 urdhra ekzekutiv, po urdhri i parë pra shpreh për kufizimet për fëmijët e prindërve jo shtetas amerikan që nuk do të jenë në të kualifikuar për shtetësi automatike amerikane. Kjo vlen për ato raste kur njëri nga prindrit është antar i një grupi terrorist dhe paraqet një rrezik të lartë për sigurinë kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj për ata prindër që janë punonjës të ndonjë qeverie të huaj dhe kanë tentuar të fitojnë shtetësinë pra në mënyra tjera të ndryshme përmes mashtrimit dhe të tjera. Ndërkaq urdhri i dytë ekzekutiv synon pra ndalimin e të ashtuquajturit turizëm i lindjes, praktikë ku gratë shtatzëne udhëtojnë pra drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të lindur fëmijë që marrin shtetësinë amerikane. Kështu Instituti për Politikat e Migracionit ka raportuar se shifrat e kësaj natyre pra të fitimit të shtetësisë amerikane brenda një viti sillen nga 22.000 deri në 26.000 raste të tilla në vit. Ndërkaq presidenti Trump pra ka kërkuar prej kohës që nga mandati i tij i parë presidencial të ashtuquajtur ndryshimi i parimit birthright citizenship apo e drejta për shtetësi e të lindurit, i cili pra bazohet në amendamentin 14 të Kushtetutës amerikane dhe e garanton shtetësinë për pothuajse të gjithë personat të cilët kanë lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtu vlen për të përmendur se Kushtetuta amerikane e cila ishte hartuar që nga viti 1787 është një nga kushtetutat më progresive në botë, më konsistente dhe pothuajse nuk ka ndonjë ndryshim të kësaj kushtetute përveç ndonjë neni që apo ndryshim të vogël kushtetues. Por çështja pra të cilën presidenti Trump kësaj radhe ka dëmarrësh për shkak se gjatë presidentëve të mëparshëm dhe administratave pikërisht të ish presidentit Barack Obama dhe pastaj të presidentit Joe Biden, sikur themi kishte dulzuar marrja e shtetësisë përmes të ashtuquajtur përmes atyre të cilët kanë lindur brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të cilët kanë shfrytzuar kryesisht popullata hispanike, ku qëllimi i tyre pra ka qenë që pak përpara shtatzanisë femrat hispanike kanë ardhur pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe qëllimi vetëm i tyre ishte pra për të lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për të fituar shtetësi. Paraprakisht për të qartësuar për audiencën tuaj, shtetësia është një lidhje juridike midis personit fizik dhe territorit ekskluziv të shtetit për të cilin shtetasi kërkon shtetësinë e tij. Mënyra pra kryesore të fitimit të shtetësisë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë 2, mënyra ashtuquajtur sanguinis, e cila pra fitohet për shkak të prejardhjes së njërit prindit i ka lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
dhe mënyra e dytë është Instituti Ius Soli, pra me rastin e lindjes së fëmijës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkast njëra nga mënyra tjera pra plotësuese të fitimit të shtësisë është artikujt rrethitimi i shtësisë përmes naturalizimit, po pothuajse të gjithë migrantët dhe refugjatët që vinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo është mënyra e fitimit të shtësisë, ku kërkohen pra disa kritere për përmbushjen e fitimit të shtësisë, se që janë qëndrimi pa ndërprerje në territorin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës në kozgjatje për 5 viteve, pastaj paraqitja e kërkesës së personit që dëshiron ta fitojë shtetësinë amerikane, si dhe parashikimi dhe përkohësisht ulëmtimi i të kaluarës kriminale të një shqiptari i cili dëshiron ta merrë shtetësinë amerikane. Por mënyra më e lehtë pra e fitimit të shtetësisë është pikërisht kjo që quhet Ius Soli, pra në rastin e lindjes së fëmijës në territorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. E themi këtë se kjo mënyrë është më e lehtë për ta marrë shtetësinë, por fitimi i shtësisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka impakt apo ndikim edhe tek prindërit e fëmijës, kështu që në rastin e marrjes automatike të lindjes së një fëmijë në territorin e Shtetit Bashkuara të Amerikës, atëherë automatikisht dhe prindërit e fëmijës e marrin shtetësinë amerikane. E qartë, po. Prandaj në këtë rast Po, zotëri Mulliqi, sa ka gjasa që politikat e Trumpit ta ndryshojnë një gjë të tillë, pra të drejtën e fëmijëve të lindur në SBA për ta pasur shtetësinë, me që edhe po kundërshtohet kushtetuta. Sa ka gjasa që të ndodhë një gjë e tillë? Apo Trump po e bën këtë vetëm se është para zgjedhjeve? Presidenti Trump pra është duke e thyer një traditë të ligjshmërisë amerikane apo të jurisdiksionit të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë amerikane, sepse fitimi i shtetësisë përmes lindjes së fëmijës në territorin amerikan apo Ius Soli ka një traditë mëse 150 vjeçare, ndërkaq që presidenti Trump një herë është deklaruar para mediave, i cili ka kritikuar pra gjykatën supreme amerikane, duke cilësuar atë si shumë të pafavorshme për administratën e presidentit Trump. Ndërkaq gjykata supreme ka vendosur këtë çështje duke e interpretuar se shtetësia me lindje garantohet nga kushtetuta amerikane. Në këtë rast, vetë përmendes në Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se nga informacionet të dalura nga ambasadat dhe konsulatat amerikane kanë zbuluar operacione të koordinuara që të cilët pra njerëz të ndryshëm dhe grupacione të ndryshme kanë ndihmuar shtetas të huaj që të marrin viza vizitorësh me qëllim kryesor pra lindjen në territorin amerikan për të siguruar këtu shtetësi për fëmijët. Sipas njoftimit pra publik, vetëm në kontinentin evropian, hetuesit amerikan kanë identifikuar vetëm gjatë këtij 6 milionit të këtij viti 2026, nëse 400 raste të tilla, ndërkast në kontinentin e Afrikës janë revokuar 100 viza për prindër të cilët pra udhtonin kryesisht për të lindur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj, ky urdhër ekzekutiv i presidentit Trump pra do të ketë impakt apo ndikim edhe tek vizat turistike, kryesisht për vendet evropiane dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, ku parashikohet që viza për vizitorët B2 do të ndalohet femrave në prag të shtatzanisë së tyre, pra ky është urdhri i ekzekutivit e shkruar nga presidenti Donald Trump. Dhe të përmendet se këta dy urdhër ekzekutiv pra janë shkruar javën e kaluar, ndërsa të përmendur se presidenti Trump ka shkruar për 2025 dhe një urdhër të rëndësishëm ekzekutiv që nuk ka qenë traditë e mëhershme në ligjshmërinë amerikane, pra marrja e shtetësisë përmes të institutit Trump Gold Card apo kartela e artë të presidentit Trump, e cila është dizajnuar e parashikuar ekskluzivisht për ata afaristë dhe njerëz të suksesshëm dhe korporata ekonomike të cilët investojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra në një më shumë se $1 milion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Le të përmendur, pra, këtu janë dhe lehtësime dhe privilegje të mëdha të urdhrit ekzekutiv të presidentit Trump, pra që jep lehtësi të gjithë afarisëve për të investuar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Le të përmendet se një nga mënyrat e fitimit të shtetësisë amerikane është edhe i ashtu quajtur naturalizimi i rregullt, pastaj dhe naturalizimi i madh, i vogël dhe naturalizimi i cili fitohet pra me anë të ndryshimeve territoriale dhe në bazë të traktateve apo të marrëveshjeve ndërkombëtare. Ndërkaq si dihet, presidenti Trump
pra ka bërë ndërhyrje të shumta, jo vetëm në politikën e jashtme amerikane, dhe pothuajse vendimet e presidentit Trump dhe analistë politik në Washington shihen si mjaft kontroverse. Presidenti Trump kohëve të fundit pra ka pasur një rënje të reputacionit të tij, pothuajse në të gjitha sondazhet e mass mediave amerikane, të cilët të cilësohen dhe besojnë presidenti Trump si një president i cili nuk ka një strategji dalse. Po, ajo çfarë dua të di është në mënyrën se si është pritur ky vendim dhe këto dy urdhra të nënshkruar nga presidenti Trump. Gjitha këto raportime cilat po besoj që meqense kanë arritur deri tek ne, kanë bërë bujë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cilat janë komentet dhe janë ndjerë të pakënaqur me këto vendime të administratës Trump, gjithata të cilët prekën nga këto dy urdhra të nënshkruar nga presidenti amerikan? Pa tjetër blendi ka pasur edhe mjaft reagime të fuqishme nga ana e fondacioneve humanitare, pastaj nga Komisioni për Lirinë dhe të Drejtat e Njeriut, pastaj nga pjesëtar autoritativ të shoqërisë civile, të cilët e kanë kundërshtuar në forcë dhe fuqishëm këtë urdhër të nënshkrimit të presidentit Donald Trump, sepse kjo rrezikon traditën 150 vjeçare, pra të marrjes së shtetësisë se popullatës, qoftë atyre hispanike, por edhe atyre të cilët vinë nga vendet të ndryshme të botës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, meqense në disa vende gjykata supreme pra ka hedhur poshtë urdhrin ekzekutiv të presidentit Donald Trump, duke e cilësuar këtë si një veprim i nxituar dhe antikushtetues, sepse kushtetuta amerikane pra shen mënyra kryesore të fitimit të shtësisë, siç theksohet në parë ius sanguinis, në bazë të prejardhjes së njërit prim dhe ius soli pra të lindjes së fëmijës në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Madje shtetësia amerikane mund të fitohet në rastin e lindjes së fëmijëve në përfaqësi konsulare diplomatike, qoftë në ambasadat të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në konsulatat të cilët veprojnë jashtë territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, madje dhe ata fëmijë të cilët lindin pra në anije të cilët qarkullojnë në ujërat ndërkombëtare. Prandaj, ky urdhër i nënshkrimit nga presidenti Trump pra është pritur me shqetësim të madh nga ana e pjesëtarëve të shoqërisë civile dhe kryesisht e fondacioneve humanitare dhe komisioneve të ndryshme pra të cilët merren me liritë dhe të drejtat e njerëzit. Padyshim se po. Zotri Mulliqi, më vjen shumë mirë që gjithmonë jeni i gatshëm për të raportuar në Korali gjithçka që më pas prek indirekt edhe qytetarët e Kosovës, kështu që falenderojmë shumë edhe një herë sot që ishe pjesë e mesditës. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit Blendi për juve, përshëndetje për gjithë audiencën e televizionit tuaj, përshëndetje për stafin realizues të televizionit tuaj dhe miru dhe gjofshëm në emisionet tjera. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë, Zotri Mulliqi. Ndërkaq me këto informacione realisht për vendimet që ka marrë Trumpi për ta ndryshuar mënyrën se si fëmijët atje marrin shtetësinë amerikane, kemi qenë edhe vetë dëshmitar të asaj se si edhe shumë gra nga Kosova kanë shkuar në Amerikë për të lindur në mënyrë që fëmijët e tyre ta kenë shtetësinë amerikane. Megjithatë kjo duket se do të ndryshojë, por se sa do të arriti bëj këto ndryshime Trump, sigurisht do të jemi këtu për ta përcjellur. Me këto informacione ne edhe do ta mbyllim mesditën për ditën e sotme. Në takimin tonë të ardhshëm, e që është të hënën, mirëmbrëmje. Mirëmbrëmje.